Maznik, unë jam në zonën e polisit dhe në fundin e fushbuallit. Po të shikosh këtë vend këtu të mrekullueshëm, që tyja nuk të bie ndërmend se ku bie, dhe vetëm kërkon votat, duke dreth belin ato balluket e tua, e ti, bashkë me një shpur servilësh, unë të bëj thirrje, që ti masësh mirë fjalët kur flet. Mos thuash se varim xhaketën Librazh dhe Partia Socialiste i ka të fituara zgjedhjet. Se nuk ka kandidat. Unë të garantoj një gjë, që ti nuk mund t'i fitosh kurrë zgjedhjet. Ti duhet t'japsh llogari që pse e ke lënë këtë vend kështu, në terrë, në shkretëtir. Pse t'kan ikur të rinjt dhe të rejat? Çfarë u premtove në 2013-ën? Çfarë u premtove në 2017-ën? Çfarë u premtove në 2021-shin? Çfarë u premtove në 2023-shin? Edhe sot, pa pikën e turpit, i mbledh si kopshti zoologjik dhe hidheni dhe kërceni. E populli vuan për bukën e gojës. Populli rri pa ujë. Populli rri pa vaditje. Populli rri pa energji elektrike. Populli rri pa rrugë, që nuk kalojnë edhe 10. E ti thua, ne do e fitojmë. Si do e fitosh? Për çfarë do e fitosh? Për çfarë duhet të të votojnë tyja? O Maznik. Maznik, shko në Tiranë, e jep llogari për ato firmat që ka hedhur. Jep llogari edhe të shkosh para Spakut. Madje duhet bëhesh i penduar. Dhe mos thuash që Librazhdi do i japi votën e Tiranës. Me Librazhdasit ne do shkojmë në Europë. Jem të vajzat tona, në Europë kanë shkuar, por duan t'i kthejnë sytë më këtej. Duan t'i harrojnë pronat e të parëve të tyre, sepse ashtu e ka të ndisët juve këtë vend. Por bashkë me ato, ortakët tuaj, që keni 34 vjetë, bashkë qeverisni, luftoni kush do jetë krye oligarku dhe jo krye ministri, luftoni kush të shtoj më shumë kontot bankare, luftoni se si të mposhtni, të poshtroni popullin, të poshtroni intelektualët, të cilët Librazhdi shoqërzotit i ka me shumicë. Por ne, që sot flasim, pa na u dridhur qerpiku, sepse askujt si kemi hyrë në hak, askujt si kemi futur dorën në xhep. Ju të gjithë ata që keni abuzuar me popullin, që keni abuzuar me taksat, që keni abuzuar me pronat publike, të jeni të bindur se do jepni llogari. Nga ky vend i bekuar, nga ky vend i mrekullueshëm, që natyra e ka bërë si me dorë, të bëj edhe një herë thirrje. Mos intimido votuesit, mos intimido intelektualët, mos intimido nënpunësit, mos intimido mësueset, të cilët patjetër që duan vendin e tyre, prandaj kanë qëndruar këtu, patjetër që duan ndryshimin dhe do ta bëjnë atë, patjetër që duan një imazh të ri dhe do ta bëjnë atë, por të jesh i bindur ti dhe deri te kryeministri Rama, të jesh i bindur ti dhe ortakët e tu 34 vjeçar që sot dergjen dyreve të Spakut, do të merrni atë që meritoni. Zoti e bekoft popullin e Librazhdit, Zoti e bekoft popullin e gjithë qarkut e Elbasanit dhe do merrni dëshkimin themelor dhe thelbësor atë që meritoni në datën 11 maj 2025. Por do t'jesh, se normalisht që ti do t'jesh parlament, por t'jesh i bindur, se në qoftë se populli mua do t'mjapi votën, ti i pari do të ndëshkohesh nga fjala ime si shpata, për arsye se do të them të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Nuk do të më mungoj guximi, nuk do të më mungoj besnikëria ndaj elektoratit dhe do të jem 24 orë në 24 orë në shërbim të tyre. Nuk do të vi një herë në 4 vjet për të kërkuar votën, po do të jem 24 orë këtu, do të jem mirëmjes, mirëdita, mirëmbrëma me popullin tim. Zoti ju bekoft.